Këshilli i Mandateve ka vendosur që të mos marrë në shqyrtim edhe një herë kërkesën e SPAK-ut për arrestimin e Belinda Ballukut. Për të folur mbi këtë dinamikë të ditës së sotme, kam të ftuar në një lidhje direkte analistin e njohur zotin Fatmir Markoçi. Zoti Markoçi, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit edhe uaj. Zoti Markoçi, çfarë do të thotë edhe një herë shtyrja e Këshillit Mandateve për vendimin e Belinda Ballukut? Apo mbrohet Belinda Ballukut nga arrestimi i mundshëm? Kjo është një urdhër i Ramës, i cili e ka paralajmëruar që Këshilli i Mandateve do mbledhet pas vendimit të gjykatës kushtetuese, e cila fatkeqësisht nuk e ka dhënë akoma vendimin. Megjithse në pikpamjen juridike nuk kanë lidhje me njëra tjetrën, pasi gjykata kushtetuese ka kushtetueshmërinë e veprimit të SPAK-ut për pezullimin nga detyrat Belinda Ballukut, ndërsa Këshilli i Mandateve ka kërkesën e SPAK-ut për arrestimin e Belinda Ballukut, për të marrë më pandehur në kushtet e arrestimit, qoftë arrestim me burg apo në shtëpi, ajo varet pastaj nga masa e cila e kërkon SPAK-u apo vendos gjykata e shef gjykatat të arsyeshme. Po kjo ishte një lojë e Ramës për të bërë të mundur shtyrjen sa më gjatë të kërkesës së SPAK-ut dhe për të mos lejuar që një kërkesë e SPAK-ut, ashtu siç e kam theksuar gjithmonë, për mos të vajtur në sallën e kuvendit. Pasi Rama e di shumë mirë që në sallën e kuvendit nuk është i aftë më ta mbroj apo ta kundërshtoj kërkesën e SPAK-ut për një arsye të thjeshtë, sepse të gjithë deputetët aty nuk mund të vijen më në rresht sipas dëshirës së Ramës apo kërkesës së Ramës apo urdhrit të Ramës, pasi votimi aty është i hapur, do jetë të pranishëm qoftë trupi diplomatik, qoftë e dërguara e ambasadës amerikane, dhe qoftë krerët e SPAK-ut apo të BK-s do jenë prezent në atë seancë, kështu që Rama e di shumë mirë që në atë moment deputetët nuk janë më në diktatin e këtij, por janë edhe në vëzhgimin e këtyre institucioneve që përmenda më lart. Kështu që ai e di shumë mirë që po kalojnë në seancë plenare, patjetër që do hiqet imuniteti, pra do pranohet kërkesa e SPAK-ut, kështu që ai mundohet me këto lloj lojrash, me këto lloj filmash, kërkon që ta shtyjë sa më shumë. Madje unë shkoj diçka më shumë duke parasysh që gjykata kushtetuese nuk po mori vendimin, pasi e kam thënë me kohë që gjykata kushtetuese nuk kishte nevojë ta zgjaste kaq shumë këtë lloj procedure, pasi është shumë e thjeshtë, nuk ka ndonjë shkele kushtetute apo mos përputhje me kushtetutën vendimin që ka marrë që goja përsa i përket marrjes pasaportës dhe shkarkimit apo pezullimit nga detyra të Belinda Ballukut është në përputhje me ligjin, në përputhje me kushtetutën, dhe gjykata kushtetuese nuk do ta kishte marrë fare në kërkesë për ta kaluar seancë. Apo ky është ndikimi i personave të cilët janë në atë gjykatë, janë njerëzit e Sorosit aty brenda, dhe kuptohet që janë të gjithë në komandën e Ramës, sepse Rama tek e fundit i ka vendosur aty. Unë e kam cilësuar madje edhe me emër që Kendi Ibrahimi është i pari person i Sorosit që komandon apo bën presionet brenda asaj gjykate. Kështu që janë 5 persona në atë gjykatë, që unë s'mund të quaj më gjyqtar, që nuk ka qenë njëherë gjyqtar, nuk e kanë vënë njëherë veten në karriken e gjyqtarit, dhe me këta 5 persona lëvizet tashmë, dhe Rama i përdor si manekina për qëllimet e tija personale, individuale, dhe për të bërë atë kashillikun, kashi drejtësisë, kashi SPAK-ut, apo qoftë edhe kashi ndërkombëtar, dhe sidomos kashi Amerikës.
Zot Markoqa, besoni që do ketë një vendimarrje për Belinda Ballukun dhe besoni që karriera politike dhe publike e Belinda Ballukut, po themi në funksione publike, ka marrë fund apo përderisa nuk bie Rama nuk do bie as Balluku? Jo, nuk është problemi as se bie Rama apo nuk bie Balluku. Rama kërkon ta shty sa më shumë të jetë mundur për të arritur në ato nivele që ai kërkon, sepse Rama nuk ka lidhje fare me Ballukun dhe Balluku nuk ka lidhje me Ramën për sa i përket dosjeve, për sa i përket akuzave që janë, nuk ka absolutisht asnjë lloj lidhje. Rama e vetme lidhje me Ballukun që ka Rama është ajo që unë kam thënë, nëse Rama do ta shkarkonte dhe do kishte moralin e një shtetari apo moralin e një kryeministi drejtuesi të një partie, Rama në momentin që doli nga spaku me mandatin e të pandehurës, Rama duhet ta shkarkonte. Por Rama, unë nuk kam thënë qysha ditë që Rama nuk e shkarkon dhe Belinda nuk jep dorëheqjen, pasi nëse Rama do merrte guximin për ta shkarkuar, Rama patjetër që do të llogarisë kokën e tij. Unë kam thënë do plasë lufta rrugës, kështu që ai më tepër e ka personal, privat, me ata që janë pas Belindës se sa me Belindën, dhe ai kërkon në këtë mënyrë, e kupton mjaft mirë që një vendim i gjykatës kushtetuese pro vendimit të GKK-s, pra për pezullimin e Belindës nga detyra, do i hapte rrugë spakut dhe do anashkalonte kuvendin për të mos marrë më leje, dhe një vendim të tillë spaku mund ta merrte edhe për vetë kryeministrin, kështu që nëse prandaj është ai tehu i thikës, nëse gjykata kushtetuese do të japë një vendim të tillë, nesër spaku me të drejtë mund të marrë një vendim të tillë edhe për vetë kryeministrin, kështu që ai më tepër ka mbrojtjen e tij personale, sesa dhe themi do të mbroj varësit e tij. Ne e dim shumë mirë që Rama shet çdo gjë, përdor çdo gjë. Unë kam thënë ai ka bërë shesi dhe familjen e tij, vetëm për të mbajtur postin e kryeministit, dhe këtë post ai e ka detyrim, ka shi asaj organizati ku ai bën pjesë. Kështu që presim vetëm vendimin e gjykatës kushtetuese. Tash është një vendim të cilin Rama atë gjykatë tashmë tregon që e komandon, bën presion mbi atë gjykatë patjetër, dhe do luaj çdo lloj forme, mënyre. Mund shkojnë deri në idiotësi, sa mund të dalim me një vendim për ta çuar në Komisionin e Venecias. Kështu që Rama këtë kërkon të bëjë, domethënë që ta detyrojë atë gjykatë kushtetuese në formën dhe mënyrën e tij patjetër për ta dërguar në Venecia, dhe kuptohet që të shtyhet afati, koha, dhe në këtë moment Rama me urdhër që ka dhënë që ne nuk marrim një vendim nga Komisioni i Mandateve për sa kohë nuk ka marrë vendim gjykata kushtetuese, i le hapësirë kohore për të zgjatur jetën sa më shumë në këtë situatë. Por gjithmonë ngelen ke ajo pjesa tjetër pastaj që do ketë ndonjë lëvizje tjetër të spakut, sepse është pamundur që një njeri të komandojë apo të frenojë një shtet të tërë, apo të dalë përballë drejtësisë dhe të bëhet mori pakalueshëm për drejtësinë. Kur thoni do ketë një lëvizje tjetër, për çfarë keni fjalën? Çfarë lëvizje mund të jetë tjetër? Lëvizja tjetër do të vi nga ajo që unë kam thënë, që nuk do ishte mirë që gjërat në i zgjidhin ndërkombëtarët apo gjërat në i zgjidhe Amerika dhe ne të presim vetëm Amerikën që të na i zgjidhe, po do të vi nga Amerika pastaj. Do të vi ndoshta gjëja e parë që mund të vi ajo që është marrë atje, por që nuk është deklaruar që Rama është nën grada. Apo do thirret Rama pastaj për dosjen me Gonigal, dosjen Sinaloa, apo dosje të tjera të cilat janë të
të mirë informuara dhe të mirë bërë në Amerikë dhe Rama të dalë dhe të deponoj para drejtësisë amerikane apo të marrë një akuzë në Amerikë. Ky do jetë, nuk do ishte për Shqipërinë, flas jo për Ramën, por për Shqipërinë nuk do ishte një augur i mirë, një gjë e mirë, por thash në të gjithë ato investim që kanë bërë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është e pamundur që të lejohet domethënë një narcist i tillë të vazhdoj të drejtoj vendin, një njeri që ka ndërtuar mafia në shtet dhe do ta detyroj ta bëj këtë lloj lëvizje. Pra, unë kam thënë që deri tani nëpërmjet politikës dhe bashkëpunimit mes pak Amerika ka arritur ta zhveshë Ramën politikisht, ta zhveshë Ramën nga mbrojtja e bandave korrupsionit dhe të krimit organizuar. Dhe duke pas parasysh edhe mbledhjen e fundit që është bërë në Komision të Jashtëm të Kongresit Amerikan, ku është trajtuar çështja e Ballkanit, ku dhe vetë është përmendur emri i Ramës si personi i cili ka ndikim mbi grupet kriminale, mbi drogën. Dhe ajo që ne kemi marrë një grusht, themi, thash gjithmonë si Shqipëri, si politik, një grusht shumë të rëndë, kur është deklaruar që investimet strategjike në Amerikë për sa i përket investitorët amerikanë në këto momente të ndërpritëm, sepse aty është krimi organizuar, pastrimi i parave dhe nuk dihet se nga hyn nga dalin këto para, domethënë. Kështu që këtu kemi të bëjmë me këtë pjesë, prandaj them që do jetë shumë minus për Shqipërinë, për ne shqiptarët, do jetë minus që veprimi apo goditja e Ramës të vijë nga jashtë. Jo se vjen nga jashtë nuk në për inate të themi politike, por sepse dosjet e Ramës janë të ndodhura tashmë në drejtsinë amerikane, ashtu siç është edhe dosja e ndodhur në Gjermani, ku ministri në Gjerman erdhi dhe takoi direkt Spakun, sepse është një dosje e cila flitet për call centeret dhe emri i të vllajt kryeministit është në atë dosje, në atë hetim që bëhet në Gjermani. Kështu që prandaj them do ishte fatale për shqiptarët, se tregon domethënë jo vetëm rrënimin e shtetit, por mbajtja e pushtetit nga një person i vetëm dhe mbajtja në këtë lloj mënyre, në këtë lloj forme diktatoriale apo në mënyrë mafioze. Unë pa qëllim kam thënë që Rama ka ndërtuar mafia në shtet, sepse në çdo lloj shteti tjetër të ishte, qoftë edhe shteti i maturës, po të ishte, nëse do kishte një kërkesë të tillë nga drejtësia për një vartës të tillë, nuk do ta kishte bërë këtë lloj loje, këtë lloj mënyre të keq trajtimit të ligjit dhe të keq trajtimit të gjithë institucionet, duke të keq trajtuar dhe institucionin e presidentit. Kështu që prandaj e kam atë pjesë që them që do jetë plani B, themi, i Amerikës për sa i përket këtij personi. Tashmë nuk mund të them më që është përfaqësuesi i shqiptarëve, sepse nuk ka shqiptar që tulesh në tavolinë apo në biseda të tjera të thotë që po bën mirë, që nuk po i hiqet imuniteti Belinda Ballukut dhe nuk po shkon para drejtësisë atje ku vërtet e ka vendin. Sot mërkohet që ka pasur një vizitë kryeministit të Shqipërisë Edi Rama në Izrael, ku aty është pritur me ovacione në kuvendin e këtij shteti. Si e gjykoni këtë vizitë, zotit Rama, dhe çfarë mesazhi ose çfarë mendon për mesazhin që përcolli ai gjatë fjalës së tij në kuvendin e Izraelit? E para herë nuk pati dhe një ovacion në kuvendin e Izraelit, pasi atje 7 deputet ishin. S'kishte më tepër se sa 7 deputet, pra salla ishte bosh, foli në një sallë bosh, foli në një mënyrë tepër fyse,
sidomos për shtetin shqiptar dhe e ktheu në mënyrë individuale, personale, duke përdorur dhe fëmijën e tij në atë fjalim, ishte turshëm që të përdoren edhe fëmijët përdoren në një fjalim të tillë, por ajo që Rama u mundua ta shiste si gjë të tijën themi edhe personale duke futur që populli shqiptar është ai është ai që ka mbrojtur çifutut, nuk është e vërtet, sepse ka qenë qeveria shqiptare, ka qenë marrëveshja e Medifrashit me Hitlerin për pavarësi të kushtëzuar të Shqipërisë, ka qenë ministri i asaj qeverie i cili dha urdhër për të pajisur të gjithë me pasaporta shqiptare dhe ka qenë Xhafer Deva, po ministri i asaj qeverie, i cili nuk pranoi në asnjë mënyrë që të bënte një listë me emrat e hebrejve. Kështu që ka qenë ajo qeveri të cilën Rama dhe soji i tij e quan qeveri, vazhdon të quaj qeveri Quislinge, vazhdon të ofendoj atë lloj qeverie dhe asnjëherë nuk kanë deklaruar dhe të thonë që po jemi ne ata që e shitëm këtë vend, e coptuam këtë vend dhe shkatruam këtë vend. Ky ishte pjesa e parë. Pjesa e dytë e Ramës, Rama nuk ishte në ovacion, ajo ishte një vizitë e cila më tepër i leverdiste Netanyahu dhe pa qëllim, e kam thënë edhe në një emision tjetër, që Izraeli që kanë hall, Netanyahu që kanë hall shumë të madh, përsa për thret një person si Rama dhe i thur lavde një personi si Rama, kur thash është njeriu që ka ndërtuar mafia në shtet në Shqipëri, është njeriu kur partneri i Netanyahu, siç është Amerika, e ka në raportet e saj, e ka cilësuar Shqipërinë si vendi i drogës, krimit, pastrimit parave. Dhe ajo që më bëri pasaj më përshtypje në atë fjalim ishte momenti kur i ftoi që të vinin në Shqipëri, se Shqipëria ishte vend shumë mikpritës dhe shumë i mirë. Pra, kthehemi tek ajo politika apo synimi që ka pas Sorosi në planin e tij për ta kthyer Shqipërinë në një vend, në një stret të Izraelit apo të vendeve të tjera, të cilat duhet të mbushin dhe të përdorin Shqipërinë si bazë. Kjo ishte një, nëse do lexohet dhe do zbërthehet tamam fjalimi i Ramës, unë them më tepër shkon në tradhti kombëtare se sa në një prestigj të shtetit shqiptar, kur dihet që për sa i përket feve, shqiptarët nuk kanë pas kurrë, absolutisht asnjëherë asnjë lloj probleme me çështjen fetare. Të gjithë komunitetet fetare kanë jetuar në mënyrë shumë qetë, kanë pasur marrëdhënie fantastike dhe kjo fal jo politikave, po fal atij genit shqiptar. Duke qenë se ne kemi një rrjedhshmëri të genit pagan, ne nuk e kemi problem shumë çështjen fetare. Shqiptarët më tepër kanë problem çështjen kombëtare se sa çështjen fetare. Çështjen fetare shqiptarët gjithmonë e kanë pas në plan 2, në plan 3, çështjen kombëtare kanë pas gjithmonë në plan parë. Por ajo që ishte pjesa tjetër pastaj që të vinte keq, domethënë që nuk pati ndonjë deklaratë për sa i përket genocidit që është bërë në Gaza, po nga Izraeli. Do të merrte Kur'an dhe të tregohesh pak qoftë edhe diplomat, qoftë edhe politikan, po qoftë edhe burr shtetit themi, për të bërë një deklaratë ku të bënte goditin dhe jo të qarabitesh duke u mburrur me të madhe që ne jemi vendi i cili kemi prerë marrëdhënie diplomatike me Iranin, sepse Irani na pas ka sulmuar ne nga mënyrë kibernetike në të njëjtën kohë kur vërtetua katërcifrisht me daljen e dosjes së Akshit, që të gjithë veprimet kibernetike, të gjithë sulmet kibernetike, të gjitha ato
ato veprime të cilat të bëjshin bllokimet e hyrje dhe daljet në Shqipëri, i ka bërë pikërisht aksi për të hyrë për dalë ata kriminalet, ato persona të cilët nuk duhet të identifikoheshin që ishin në Shqipëri apo dilin nga Shqipëria. Vërtetoj edhe një herë atë deklaratën e prokurorit të Puljes, unë kam deklaruar me kohë që ka thënë mafiozi më i madh i Italisë ka vajtur në Shqipëri, ka ndenjur dhe është shoqëruar atje dhe nuk ka asnjë lloj gjurme se nga ka hyrë si ka hyrë dhe me ka shoqëruar. Pra, luftën kibernetike nuk e ka bërë Irani, por ka bërë vetë Rama sepse ka pas gjithë çelësat e këtyre në dorë. Ashtu siç kishte çelësat kur fikte radaret që kalote drogan nëpër Itali, ka qenë Mimi Kodheli në atë kohë ministre e mbrojtjes, kështu që u mundua tash vetëm të bënte atë liderin në botror tashmë, apo një lider europian para izraelitëve, por ajo që ishte më kryesorja dhe më e dukshmja që tash që nuk kishte njeri në sallën e atij parlamenti me 7 vet apo 10 vet që mund të ishin në atë sallë, që e turpshëm për një drejtues qeverie, sekretar shteti nuk është për thjesht drejtues qeverie, të bënte ato lloj elozhesh dhe arriti deri në kulmin duke bërë dhe krahasimin me Trumpin, duke deklaruar që në këtë sallë domethënë ka fol Trumpi dhe unë tha. Në të njëjtën kohë që ka qenë bashkë me Ramën, ka qenë edhe Dodiku. Mos harrojmë edhe këtë që ka qenë Dodiku bashkë me Ramën aty. Kështu që një vizitë e cila kërkoi ta shesi shumë për sa i përket diplomacisë apo ngritjes së tij në arenën ndërkombëtare, në të njëjtën kohë që është një person i cili nuk ka asnjë lloj ndikimi në arenën ndërkombëtare, në Amerikë sidomos, njeri që është nga grada nuk kalon dot oqeanin që të shkojë për një vizitë, qoftë edhe vizitë thjesht pavarësisht nga deklaratat që ai bën apo bëri në parlament që unë do jem në shtëpi të bardhë do futet nga dritari. Ai si minut korridorësh mund të kërkoj të futet edhe nga tuneli, por nuk futet dot. Në asnjë lloj momenti nuk futet. Ato që kam deklaruar dhe deklaroj prapë për sa kohë të jetë Suzi, shef e kabinetit të Trumpit, Rama nuk, jo vetëm Rama, pasi nga këta politikanët apo parapolitikët tanë që kanë përfituar gjithmonë me emrin e Amerikës, që kanë thënë në çdo fjalim të tyre kanë Amerikën e kanë përdorur si mburoj para popullit për të mbuluar të pisliqit që kanë bërë, nuk kalojnë dot më në Amerikë. Administratës tanë nuk i afrohen në mënyrë absolute jo. Por thash Rama i përkon sepse mos harrojmë se Trumpi ka dhënë dhe një vendim tjetër, i cili është ai 3 mujosh i farmit që po skadon dita ditës, po ikën akoma më shumë tashmë. Fillojmë mbushen ato 90 ditët, kështu që prandaj ju thash edhe ai që do jetë edhe ndoshta ajo plani B pastaj i Amerikës për sa i përket vetë Ramës. Zoti Mërkoçi, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit edhe juve.